Fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Kur doli në breg, pasi kaloi detin e Galiles, Jezusi u ndesh me një njeri të pushtuar nga demonët. Bibla thot: prej shumë kohe ishte pushtuar nga demonët, nuk vishte rroba, nuk banonte në shtëpi, por ndër varreza. Banorët vendas ishin përpjekur ta lidhin me zinxhir dhe ta ruanin, por ai këpuste zinxhirët dhe e largohej. Për ta bërë më të shkurtër historinë, Jezusi i dëboi demonët nga një njeri dhe i lejoi që të hynin në një tufë derash, të cilët u hodhën menjëherë në liçen. Kur ata që ruanin derat raportuan në qytet ato që kishte ndodhur, njerëzit shkuan të shihnin njeriun e demonizuar dhe gjetën atë të ulur në këmbët e Jezusit, të veshur dhe me mendje të kthjellët. Por çuditërisht banorët e qytetit u friksuan dhe i kërkuan Jezusit të largohej. Burri që ishte shëruar ju lut Jezusit të shkonte me të, por ai tha: "Jo." Jezusi i tha: "Ktheu në shtëpinë tënde dhe trego çfarë gjërash të mëdha ka bërë Perëndia për ty." Ndoshta mund thoni: "Përse do t'i tregonte burri familjes së tij? Ata kuptonin vetë që ai kishte ndryshuar sapo ta shihnin." Është shumë e vërtet. Por historinë e kujt do duhet të tregonte ai? Unë për shembull do doja të isha ulur rreth tryezës atë natë dhe të dëgjoja të gjitha detajet një nga një. Po ju miqtë mi, a i keni ndarë detajet me familjen kohët e fundit për diçka të veçantë që Perëndia ka bërë për ju? Tregojuni atyre se si u mbrojti Perëndia, kur përpak se nuk bët aksident në trafikun e rënduar. Ose ndoshta se si u përgjigj ai një kërkesë specifike lutje për cilën jeni lutur prej kohësh. Sot, pse nuk ktheheni në shtëpinë tuaj dhe tregoni se çfarë gjërash ka bërë Zoti për ju? Nëse të tregoni ato, do ta bekoni shumë familjen tuaj dhe do t'i jepni lavdi Perëndis për fuqinë e tij të mahnitshme. Dëgjuat Fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.